Sa i përket vështirësive dhe sfidave të mundshme që kanë ndodhur në atë kohë për shkollim, kanë qenë të shumta. Kanë qenë të shumta për shumë arsye, sepse largësia e udhëtimit ka qenë një prioritet, mungesa e në atë kuptime, po më thonë, edukues, për shkak se nuk është kuptuar vlera e arsimimit sa duhet, mundësitë ekonomike kanë qenë faktori i dytë, edhe shumë të lashe tjera të cilat na kanë vështirësuar me shkollimet. Në fshatin Rauka unë jam i treti pas dy trive që kanë kryer studimet në Fakultetin e Prishtinës. E dim që po ma herët, sidomos gjinia mashkullore, është koncentruar tek fuqia punëtore, kisha me thënë. Domethënë nuk e kanë zgjedhur shumë aspektin e arsimimit, për shkak se është dash, e dim që në atë kohë shqiptarët kryesisht kanë mbijetu me bujqësi, me blegtori dhe është dash një mashkullore më orientu aty. Sa ka qenë juve përvështirë që ose sa keni pas për kraje dhe prej familjes që duhet me vazhdu tek aspekti i arsimit, pavarësisht se fuqia punëtore është drejtuar në një tjetër drejtim. Unë po flas për vete fal familjes, fal prindërve, e sidomos vëllezërve, kam arrit të shkollohem, të i përfundoj studimet. Vështirësi tjetër ka qenë sepse kushtet ekonomike kanë bërë pamundur të vazhdojnë, edhe pse kemi pas zonësa shumë të mirë, shumë të avancuar, shumë inteligjent, për shkaqe ekonomike janë marrë me punë tjera të bujqësisë, blegtorisë, por dhe ja kanë mësuar edhe gurbetit, mërgimit. Kështu që kjo ka qenë arsyeja që ata nuk kanë mujtë më avancuar në këtë drejtim. Ndërsa gjiria femërore kanë përfunduar klasën e 8, ka raste që kanë përfunduar edhe shkollën e mesme, po me vitet e mëvonshme, jo më herët. Jo vetëm vajzat që nuk ishin shkolluar në atë kohë, por edhe djemt kishin qenë të pakt. E ndër barrierat kryesore kishin qenë kushtet e rënda ekonomike, si dhe largësia e madhe. Fatkeqësisht është e vërtet, sepse vajzat nuk kanë pas shkollim të tillë për shkak se nuk ka qenë nivelin e duhur emancipimi i femrës. Domthonë nuk është prit që femrat të shkollohen. Kjo është e vërtet, e hidhur kisha me thonë, por edhe gjinia mashkullore nuk e kanë vazhduar shumë studimet. Unë e thash, ka qenë një student para meje që ka përfunduar Fakultetin e Bujqësisë, pas e i dyti Fakultetin e Kimisë, edhe i treti kam qenë une. Kanë pas edhe mas meje student dhe pastaj ta sot janë më avancuar, sot shumica e femrave kryejnë studimet, por në atë kohë jo. Nuk ka pas. Anafet, tash pak për periudhën kur e filluat punën si mëdhënës, çush kishte qenë nëse e kujton ditën e parë të punës, ajo përballja me nxënësit edhe gjithçka që kujtohet tjetër? Procesi mësimor si mësues klase e kam filluar me 1 shtator vitit 1992 në shkollën e fshatit të Raukës në periferi, jo këtu, ku jemi aktualisht, ka qenë një shkollë jashtë fshatit, periferi të fshatit, ka qenë në territorin e komunës Kaçanikut. E kujtoj dhe është për mua e parushme sepse nuk e kisha menduar asnjëherë që të marr ditarin e dal para fëmijëve. Kam filluar me klasën e dytë, ku i kam pas gjithsej 24 nxënës në atë klasë dhe kanë qenë nxënësit shumë aktiv, shumë të respektueshëm, për hir që edhe unë isha banor të fshatit e kam pas respektin edhe dyshmërinë nga nxënësit.